Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi me podcastin e radhës Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë shfaqet në RTV Dugagjini. Ky podcast mundsohet nga sponsorët tanë të artë pija energjike Golden Eagle dhe kompania e derivate Exfis, ndërsa kësaj radhe jam me kolegët Emil Avdim Pireva dhe Romak Zeqiri, me të cilën do të flasim më shumë rreth futbollit të Kosovës, për Superligën, dhe për Superkupën e Kosovës që është zhvilluar, afatin e transferimeve, për Ecurin që pritet të jetë në sezonin pranveror dhe në fund do të flasim edhe për Ligën e Kampionëve. Apo jo, kolegët e mi të nderuar. Gjithë. Po një javë që mendur në Champions. Në fund e lojmë Championsin në fund. Për çfarë vogël se më fol mas fol, Romak. Okej, ja nisëm me Superkupën, masi edhe është diçka e kanuar që u zhvillua e freskët. Unë këtë ja. E frikshme. Ngjarje e frikshme. Për Superkupën, Drita Prishtina vazhdon me lut Superkupa në Antalya. Kjo edhe pse u bë shumë zhurmë, personalisht mendoj që është zgjedhje e mirë të po edhe orarin e klubeve tona kosovare. Herë Drita, herë Prishtina që bukan deshje edhe në Evropë, fillimisht para kualifikimet e pasaj Drita që ka rrinë në fazën e grupit, nuk ka orar stihet për me lujt që lujnë Kosovë, se sigurisht që edhe pse nuk ka ndaj parvlere të mëdha për Kupa e Kosovës, besoj që ishte shumë finale interesante të marr parasysh tifozët e që ishin vlera ka si është si trofe, është bjen të dhuna ose do të në Evropët, po besoj që vetë jam pajtu shkoku i përgatitjeve, që po i bojnë në Turqi, po unë këto nuk pajto me klubët do të me bu një riformulim të përgatitjeve tyne, dhe sigurisht me gjithë ku që Superkupa me fillu mu zhvillu Kosovë. Se nuk është një vendim veç i federatës pa miratimin e klubëve. Sigurisht, pa aminin e klubëve. Në Turqin përgatitje, ato po pajton me zhvillun ndeshjen atje. Bims, nëse shohmi orarin që kena pas prej korrikit ku kanë fillu faza përgatitore e klubëve deri domethënë vjetor, e shohmi që nuk ka pas asnjë. Okej, dhe një janar mu kthy, që tash sot nesër pas nesër kthehen gjitha ekipët, domethënë deri dillën kthehen gjitha ekipët në Kosovë për përgatitje. Edhe është java, i kanë edhe 2 javë kohë deri në fillimin e sezonit. Faktikisht po një javë ose edhe ditë para ndeshjes kupo. Edhe me fillu mu zhvillu finalja Superkupës në Kosovë. Unë mendoj që ashtu shkoku i tifozëve normalisht se çdo ndeshje besoj që veç fasosh kjo me aminin e klubit, sigurisht. Normal. Por sa ata thash nuk pajtona me klubët që kanë vendosur me bu si tradit. Hajde se na jena në përgatitje në Turqi pe kryna që ndeshje në Turqi. Jo. Ndeshja është finale e Superkupës. Luhet për tifozë dhe do të volon Kosovë. Po se fundit edhe pse thash nuk ka vlerë. Shkojnë më herët në Turqi si finale, ka vlerë për trofeun se hen histori që klubit një trofej ekstra. Normalisht. Ja. Po ata fjale nuk ka vlerë monetare ose që në Evropë ose diçka. Titulli monetar. Jo, Titullin ka. Titulli monetar. Po. Pajtona me gjithë. Edhe mene që mirë është më lju, po shkollu që i zhvillojnë përgatitje jazanit, planisht i Superliga në momentalisht në Turqi të kry fazën të gatitore, ka dhe të t'i dhe sport, e ka rrit vlerën klubet, i kanë ma shumë t'i nënca dhe po kërkojnë mire ma mirë, në gjithë dhe vjetë e që shkojnë të gatitje ka një të rjo. Në Turqi po dhe edhe berës për në gatitje, ma për Bulgaria. Në shpune orarit, une po pajtona që problemi është se mas një të shkon një anis sezoni,
2000, për zona 2025-26 me ndeshjen e Superkupës. Që shkon më herë ato. Na nuk mujna se klubet tona janë nisin shumë herët fazës eliminimit në garat e Evropiane. Edhe si vjetë kena pasur dritën edhe Prishtinën. Po dy atje në ngar. Zakonisht që të shkojnë. Ma herët do konë Ballkani, që ka edhe i titullit lujnë me zete, domethënë dy javë në Evropë janë sigurt. S'ki qysh ndryshe. Mirë shkon mu lu në Kosovë, sidomos drita Prishtina, një ndeshje që besoj që nëse shtu në një stadion të mirë, ose në Podi, ose Drenas ose Prishtinë. Kesh më një numër të nashëm të shqipnu dhe këshëm po futbol pas ati loj, po tash shqetëso faktu unë e shet dy ekipe që kanë shumë kvalitet me një stadion që një apozit një klubet tona, unë e shet stadion i hotelit. Stadiumi i hotelit. Po është sa, të me thonë ta jep një përshtypje si të lumë pandemi, na e kema të merë në pandemi stadion në lojve, ta në atë vetë që të mos kur nuk luet në shikuz në ala me ty të futbolit nuk i që shëpa emocione, se shikuz se një pa roli edhe në zhuën ma stadion me këta ja e bon drejten. E nëziti ka pak nëse ka ekipe për shembull si Krita dhe Prishtina që kanë shikuz, po besoj që ndeshjet e Superkupës mund të Kosovë që dalë shumë nuk ka përsi. Sa jeni për dy ekipe me kvalitet, ato e pom edhe lojen, pjesa e parë shumë i mirë, Prishtina nisi shumë një lojen, dinte e barazëj, unë që e katolikus pa këpishi balansat e da dinte shumë e përsi edhe se mas gollës që dha Prishtina drita, mas gollës që dha Prishtina veç u këthy më ropa, dhe pesh shumë e kujteshme për vejke nuk kundërsull me. Pat Prishtina raste dhe në pjesë që dhe me në lejtar më pat. Po pat raste, po besoj që i ndryshe balansa, drita është shumë e fort, ka zgjidhje, po besoj më kualitative në bank, edhe dash në bank se tash shumë ka lejtar, nuk po di dhe kush e rezejsh ka njerë. Plus i ka kungu do në tonë edhe kapiteni edhe lejtari i vitit në Kosovë. Edhe e sheh që ka ma shumë zgjidhje për formacion. Po që ashtë të e përshtypje kër e sheh pe Kosovës të gjufë Superkupa, ka shkejt bota për shkojnë për lujnë, po këta që shkojnë me lu, morim pore, baja këtë mlaja që lujnë në Arabi. Po ne e lexova një tekst për Spanjën dhe për Italinë, për shembull Spanja i ka 20 milion euro të sigurt ta qenë finalen ullu në Arabi. Po plus është shumë interesante Spanja, se nëse shkojnë Barcelona me Realin finale, marrin fare dhe ma shumë. Sigurisht. Nëse shkojnë veç Liana, për shembull në finale nëse në 2 milion, nëse shkojnë veç Liana 5 milion. Ata shifra nuk është gjithmonë e njëjtë. Është që klauzola që të me shku Barcelona dhe Realin nëse shkojnë. Na duhet të bëjmë me shumë në Gjermani ose në Zvicër ku kemi të tifozë. Ose italian, për shembull italian që janë të parë, më duket që kanë në Kinë, Katar, gjithë kodronë dhe në Arabi Saudite, edhe italian. Ku ka parë ata që so probleme dhe të na e vinë. Kampionat që s'ka parë, dhe më e shenë në lojën ku mundet me titull tonë. Sigurisht. Që kë sistemi Superkupës, a kish mujt më bo halo më atraktive si trofe nëse ish bo që shë sistemi spanjollu ose italianve, me 4 klube që shkojnë. Edhe tërë që të kanë bo. Edhe tërë që si vjetë po. Angles të kanë kohë se kanë shumë. S'po di. Nështë duhet me provu një herë me Pa shirë në sistemën marrë keq, për shembull nëse fitëm kupën edhe titullin nuk e lunë Superkupën nacionale, që kjo është shumë sistemi keq, i taku super gratis po. E ka fitu vitin e nga Ballkani. Po, edhe Prishtina ba këtë më herë. Po. Sa busha. Në Angli e ka finalisti Po, finalisti prap ju. Nëse fiton njën edhe kupën E për më hek që këtë dyshime, kanë lënë tani edhe vendin e dytë edhe finalistin edhe ose nëse janë dy të parat edhe në kupë edhe kështu edhe vendin e katërt kampionatit. Po, vetëm domethënë kanë bë një sistem që me ulu pak gjysmë finalet më shkon më atraktive, besoj edhe ja kish shumë vlerën bëjë shumë. Më atraktive. Po mënej që si vjetë i lu Superkupa dhe pse drita vazhdon në mirë në ngolën e Evropë. Në thonë kam e lu gjojnë e play-off e tigës konferencës, se nëse nuk ju është pas ato i nështë e shlu dhe a i ka në kalendar me një 2 lojë më shumë.
Edhe kjo tash ta pamundson ty punën e orarit. Tash vjesht e shtyti një ndeshje, shty edhe një tjetër tani ma vonë, përgjigjet kalendarit shumë edhe Alo më shumë këtë në fund tani në vot. fund është Kupa e Botës që me kry shumë e kampionatet. E që kjo besoj që i ka detyru me që atje me lu. Jo, të mune e prap me nëj, se do me qeni i fundit kjo edicion edhe Me këthy Kosovë. me këthy Kosovë. Pse jo, me bu nashe reforma. Veç e detyron klubët, Superliga ka mu zhvillu me 25 janar, e zonjë, ka mu zhvillu në Prishtinë ose në Drenas, e të ja shkon me 1 janar në Turki, a shkon me 5 se rrën me din 24-ën, është punë e jotë, ja. Do në cakton datën, klubë, ata e ndrejqin orarin vetë, po, ndrejqin orarin vetë edhe ditën e mirë. Kena shumë kumë, që besoj që shkon interesant edhe mund të ndryshu pak formatin, ashtë i kishu lera bajge shumë. O, Superkupës po, a në kampionat, Jo, në kampionat. në kondër me Kondër, jo. Final Fourin. Jo, ajo është skandaloze. Ajo është skandaloze, se kampionat qaj që është i pari, në fund nuk bo kampion. Jo vendi 4 me 2 lojë me ta fitu titullin, sa ajo e të mërtme. Kështu që pas lojën jem. Thashën e Prishtina të jepi go ke mirë, tani shumë e kujdesshme. Ka molli të allë në faktoritet janari, këtë ka marrë tjashtit, që dhe mbojë që të masë të njësë, mbojësin e djasë, Holandez me sushori, boshmakon që të me jemi temen po në bi gafë në debutim, të mjellon rasti që të mund për tjerit, nëse shkon jo me një, nëse 20% i ka mundësi për tjeri me mbrojt, të mjellon mundësi për tjeri. Se su nëse dritës u koni knashën me ndërhyrën e ti. Jo, në më vonë se ti, edhe nëse jep gol, prap jemi në 10 Një dhe dhe në është me lujën, në më vonë ti, Kishtë një 0-0 loja, automatikisht e lan ekipën për një pjesë me lumin lejton ma pak, më thonë, e posh pak naive, në ashtar mos qëfundet e dëmbotimit, atë që bëdi. Drita si gjithmonë, trashin am shumë lunë lojë, kontrolluve, e di që po të ka lejtarët edhe tash i murë, në janari ka murë në bazë, kërkesa dhe që i ka, ose për marrë nga murë lejtarë, klubet tona, me që ka i lirë, hajde bere, po për mori qarë, çfarë pyet do. Që ata jënë kona shumë të kujdesshme, shembull Drita, Ballkani, Prishtina, Gjilani, veç ka 2-3 lojtarë kanë maksimumi. Po s'kan po besoj që s'kan pas nevojë ma shumë ekipet i kanë në çfarë pa më do ngesa të vogla që. Po lidhna me ato që budu, s'kan marrë veç hajt. Se përpara shukon, është i lirë hajde, a vëde se bo qarja, këto pa më dash. E po tash ja ditë sa e kanë më mbledh në pa vëvun kur ja ju kanë marrë parë lejtor ka 50.000 euro për 6 muaj edhe nuk e kanë një tas të minutë. E këson kanë marrë lejtor të ndumë veç kanë shkruar kontrata. Tekse janë të investiore pa gjë po edhe me të kalu të nkuën edhe në përcip ajo ka fitu këtë lom. Shumë i zonë gjatë turnesat. Gjithmonë, ose të mos ta që me pasportat jashtë ta që në direkt FIFA dhe ta fitoj. Qa ka kena problemi që blokot me 4 shperte, me nënë si që të lëmë dhe atje të fitojnë, kas me nërë blokot të rajtë në arrik ma veshë në letari që nga këthy borç. Ose me këstër, ose direkt edhe direkt, po. Kërë të ishë blokot. Dhe që kjo po thëmë pak i ka detyru që vetë ditë kam të marrë me këshyrë, soli i ka kom të mija, si ka dhe edhe për morri letar ma pak, po për morri kvalitet. Kvalitet. Mua i mbrujt që da dhe Prishtinës në pëlqej. Edhe në sushori që me sushori i mirë ka bo shumë mirë edhe në lojë bitësore ka riqë me golla është qatë labem në mandonin mos të furim dritës është në letarë që vëshim shumë i mirë i në në difozat dritës i përratit shumë bashkë pip në sushori fizik ta ti në lidhë dhe bëse që ka kërështof mirë dhe janarit e këne për të sa kom përket se trajnerit Zekës i vësaj që këtë po, qa këtu me pyt rrallë herë në kanë dohet mi anis një janar edhe mi po kitë skuadrat me në objektiva se shpesh herë janari e ka gjithë një ekip në fund tabelës pa gjasa fuaj se pa gjasa se realisht kur t'i kje edhe 18 loj edhe 0 pik mi pas ki gjasa
Amo tash prej Ballkanit që janë vend parë, te Prishtina e re që janë vend fundit, i kemi ekipe mrena objektiva. E po dhona pret një Po, një Tash një mbrana sezon i mirë. po, fol. Po, varet qatë cilëse mbrana objektiva, ose Po, përse shumë që të lotë jo fund. pak i largë objektiva. Ferezajet. Edhe Ferizojnë është deri diku se ka fillu për këtë sezon me Kopë Evropën. Po. Po, realisht, gjosat janë, tash ajo minimala, maksimala, për dikon parë, që me prap ka mundësi shtu matematikore. Po, e vërtet është që garë ka dhe garë ka me pas, për se cilën pozitë. Tu fillu për titullit që... si e punën ndo me me punë- Superliga, pa. Po. A bëde gjosh punën me pora punë ma për shumë se titull e tre, Evropë. po besoj që kanë me qenë deri në fund, këto 3 vendet e para. Duka gjitë Prishtina dhe Ballkani. E ta kompita. Po thom Ballkani, Prishtina dhe Drita. Po. Po thom që mundën me këto 3 gjithçysh, po me një nisje të mirë të sezonit na shumë që as Gjilani nuk ka larg. Gjilani e ka lojën e parë me Ballkanin. Kështu që me një fitore eventuale diferenca ngushtohet në 4 pikë dhe automatikisht e shoh me edhe Gjilanin kandidat. Rrjedhimisht tu 4 tani ka luftën edhe për Evropë, Po. se cila mund me met jashtë. Po. Me qenë Dugagjini si sezonat gjyshtore, edhe ajo mund të synu. Edhe Malisheva është aty me 27 pikë. Po, Malisheva e ka një skuadër të mirë gjithashtu. Kështu që po besoj që ka me qenë komplet sezoni pranveror i luftum, edhe nuk ka me pas asnjë ndeshje, asnjë terren të lehtë për asnjë në skuadër, që me thonë Kërkuj sigurt, kërkon 3 pikë sigurta. 3 pikë sigurta ose pe pres këtë kundërshtar ka me Ba. poshtë ma letë. Po besoj që kjo ka me konë, që s'ka në mujtë me bo shumë matematika ekipët. Matematika heq sa pesha. Po në pesha si kampionatin ndonë, 6 para dëmton Ballkani, Prishtina, Dugagjini, Drita, Malisheva dhe Gjilani për titull dhe rrjedhimesh për Evropë. Derisa 4 të fundit të përfshi edhe Llapin, së është realisht larg, edhe pse ka gjasa po larg. Tu e marr parasysh edhe largimet që i ka ndodhur. Llapi, Drenisa, Ferizaj dhe Prishtina Re ka me luftu për mbijetesë. Dhe më donë një tabelë ndome. Edhe barazh. Mbijetesë e barazh, ajo, se tash 2 kanë me ra, një barazh, një opshton pasht. Po, Gjilani me debati Surrin, është prej orë Surrit, Skuadra që kam jenë mas shumë tipik. mas shumë të pikë edhe është në vend pa. Kështu që e shoh si ekip shumë të rrezikshme në pranverë. Të marr parasysh edhe në çatë lojën e parë që e pret liderin që me një fitore eventuale, do thonë bëhet hala manzet në pjesën e errën e tabelës. E çata po prap mendoj që lufta për titull ka më konë Ballkani, Prishtina, Drita, eventualisht fash Gjilani, nëse ka nisjen e mirë që mundet më konë befasi. Dugagjini me Malishevën. Në po mundet me miliona në Evropë. Maksimumin kanë me kërku Evropën, nuk besoj që kanë fuqi as financiare, as në ekip në përballë me këto 3 tjerat. Ne kanë zhvillu një vjesht shumë mirë, sidomos Malisheva e mund vetën se janë nisi shumë keq. Po masat dhe Selonit. Po, edhe në kohët e fundit tani e që i përvisu shumë edhe pikë. Dugagjini kena thonë që ka ekipin e mirë shumë, po besoj që kjo është maksimum i tyre. I ka bo direktime. Me Lozenuna edhe Kuran Verishe. 2 klinas. Po, i ka kry klin. Po i ka kry klin, ta sa shumë Me hanë e bilion, po lutë se valë me të të seksore. Po, forcu edhe këta, edhe plus Venali, po, ajo ka një pishë molle. Ka pos bash qendër sulmues ka pos pak problem. Shumë që kena po shpesh kalu Merlaku si Persilin është një Po, bo. si Merlaku, Zylfi me Djenitin nga Lujtana, që realisht ka pas nevoj. Merlaku na bo që i ka qenë një shtuar, ka qenë Kalidi u kona i pare që i vonë, vitin e parë të pata në Kosovë. Shyrëm nështë u përgatit mirë ta I mytje. më në të në në pasu. Kalidi është shumë interesant. Qështash, Malishevën me Dugagjinin nuk isha për titull, po për këtë pozitën e gjithë kanë lëftu fort.
E këtë e shoh dhe Xhilionin, që punet me kualitete më të Tretë eventualisht katërt, se në rast se fiton kupën dikush shpejt të reja, kështu që Këtu janë tash ngjarjen e tona, do në kupë. Është interesante që në kupë, më njerë në gjirën e parë për bjen tash në vitin 2026, 4 ekipe më dhaja, ose që janë ndër favorita për kupë. Prishtina Ballkani, Drita Allapi, Dujnë Mezvete, kështu që dy janë dy favorit kanë me ra. Po. Llopin e shoh me probleme, në lojë me pak pikë, 21 pikë për të të ndeshjeve, po besoj që edhe këtë vetë s'ku vitin e kalimtar me ujtë. Tu marrë parasysh që ju ka largu kapiteni edhe kolashënisi kryesor e ekipit, Arsel Gnapi, që lojtari i ka bo domethënë 6 golla i vatë dhe Po. ka një shtysë e madhe. Llopi thash problem, po ashtu edhe për Denicën interesojnë në pishinën e re, tu shpesh në fund kam luftu kush me ngejtë dhe është me ra. Tash edhe vendi tek për para kena punë që Superliga ka përparësi, realisht shesh një nga porë që tash nuk ka me konë në përparësi të vendeve që qeshja e barajit. sidomos një ndeshje. Po, më thonë shumë këto ekipe që kanë rrjedh pak si kanë pas pak e problem në pranverë, po të na futbolli është pak i çuditshëm, me një kop tri fitore rën. Po që ajo është, se diferenca nuk është shumë e madhe me 3 fitore radhës. realisht me 2 fitore, Prishtina e re është e fundit 6 pikë Llapi pozitë që pishton direkt. Po, pishton direkt. Domethënë nuk është diferenca shumë e madhe. Prej Gjilanit të Dënuar nuk i shot rrezikuar në asnjë mënyrë as për barazh as për vjetesë. Po këto lufta ka më me stive 4. Me 45 pikë pushton, sigurt. Besa edhe më pak si vjet. Na është edhe më pak, po. Se nuk i e ka Katër- dopt që Me 45 sigurt pushton. Po, me 42 Me 42-3 vorët veç nëse nuk një ekip nuk e lëshon herët, me 42-3 është me sa thoja. E që të tuni dhe jo, po besoj që këtu nuk rrezikohen. Domethënë për 18 ndeshje dhe Gjilani 5-6 që të nga redere dhe po nuk rrezikon. E këto tjera poshtë pak e lënë. Të e ditë që shtu edhe Ramak janë këtë ekipe të mira, mund është miqu poshtë, mund është se cila se cila edhe musafir edhe vendas, na pret një pranverë shumë e nxehtë. Shumë po do më ditë të Prishtina re pak. I dhe se si ma është të kundë dhe gjë. Jo, Suareken e kundi që janë sanata dhe që ato e po parashiktu që ka në Arabi Ligës. Po këta veprun mesëm, murën transfere, do lojtari interesant me karrierë të bujshme, kanë marrë shembull për mbrojtje Arve Prekazë që është veteran, po është një lojtar që ka fitu titull, po se kudo që ka po, me përvojë dhe i kryen ku përvoja ati në pranverë. Po do lojtar që ai parë që i kanë marrë një mbrojtës të majtë sloven që ka lujtë Maribor, një bosnjak me sushor, cilësor, një sulmues Dinamo Kijevit edhe i ka pas dhe individat mirë. Po që e sulmues i ka shumë interesant. Po, se ka lujtë me Betim Halimin. Po, ke pat karrierë interesant, Dinamo. Bate Borisov. Belorusi. Lideri nuk ka lëviz shumë një anara. Lideri E ka merr vallën e bllokuar. e ka me kratën e bllokuar, po këtë hala. Ja, e ka dhe jo, besoj që i kanë bërë transfer, po nuk jo t'i prezentoj ma vonë, zakonisht. Po edhe me ordin e Zipin gjithmonë stilin e kanë kështu do të thonë Në fund. në fund i shesin transferimet, po besoj që Ballkani lëviz. Fiton Ademin, me asa kombim, fiton Ademin e Sarmar, po anë Shkëndijës edhe është një sulmues shumë cilësor që besoj një mund bagë shumë Ballkanit. Po kur dallim pe ekipeve të tjera nuk është se u fol shumë. Në Ballkan edhe Gjilani janë konë ekipë të saktë. Kanë lëviz për Gjilani, po edhe Ballkani edhe Ballkani kam drejtën me ordin e trajnerit kroat e rriti nivelin e lojës edhe e ka komponu shumë mirë ekipën, thjesht është veç vazhdon mi besu qasoj ekipe organikës njëjtë edhe me ndjek titullin pa shumë ndryshime, se ndryshimet jo domosdoshmërisht janë pozitive,
Kështu që nuk i prish ekuilibrat e ekipit, i ka mjaftueshëm pezojmë 22-3 futbollistë, as 16 që luajnë më shumë. Po besoj që Ballkoni pse nuk ka lëviz shumë, e ka bo një strategji pozitive. Edhe ka me vazhdu me qenë, mos ta pretendenti kryesor, edhe pse është në vend kur, po domethënë gjithçysh ka me qenë pretendent deri në fund për Gjilani ka bo një super transferim, edhe për shof fjala që për është Biladën, që mas ati lëndimit mërshëm që e ka pas, jelë po në pas përgatitori, ka shërnu gola në 2 ndeshje, ka asistu me një tjetër, edhe duke se ultin mas asaj që i ndodhe, që pështoj shumë falë zotit, edhe po shihet që e ka marrë veten edhe kjo një plus i madh për Gjilanin me pas një lojtar në formë që i kryen punë jashtëzakonisht shumë pranver. Sidomos në një garë që shënën, aty në bulla Ringjeri, Aty u kon problemi më i madhi Ringjera që s'kan gola. Po, se që ato është, domethënë kanë lojtarë që morën gjatë fat euro. Ti mujt edhe i kanë t'i gola në asist në 10 ndeshje, po shumë pak në një garë. Te Prishtina ndeshjet Superkupës edhe ndeshjet e fazës përgatitore po ndryshime. Sidomos në sfushë po që dyshja që ka zhvillu ndeshje, thuj se gjitha ndeshje na mon edhe Taipi shihen si zgjedhje dyta. Trajnerit afrikan. Njoni mund të rikthej. Nëse ecë dreni, njoni mund të rikthy formacion. Kështu që plus shto transferimet e po madh mbrojtësin e djathtë holandeze. Po besoj që ka me qenë titullar. Edhe ka boskon një muj me stërvit ekipën, me ja u jap idetë e tij. Ramiz Byty që ale lujke standard, me thonë që kjo ke kritika jam Sallati që kon një lojtarë më të mirë Prishtinës si në vjeshtor, edhe me qitë Ramiz Byty që në mbrojtës të majtë me lu, kur djathtin së në bën qaq mirë, po kallzona pak jo është për këtu, po sërzakon jemi, po menoj që Sallati që është mbrojtës me... Ka qenë lojtari më i mirë i Prishtinës. Po, me shumë vlera, edhe me lanë bank, edhe me qitë jashtë pozicionet natural, një mbrojtës që pozicionet natural nuk e bën qaq mirë, më do shumë gabim. Në shtave që ka provu. Po, në lojtë Superkupës në provull, vëse i ka pas 5 mitësore, edhe ishtë duhën që ato lojë me provu, tash qa është një sen keq të Prishtina, Gendrit Saliu i lirohet për kontratës, edhe shkron të Lokomotiva Zagrebe, dhe me thonë ty një lojtar që i kiti që ato. Po, në Kosovë së mën me lunë Kroaci. Edhe shkron të Lokomotiva e kep në Superligën e Kroacisë. Plus që ke interesante 3-4 ndeshjet e fundit lujke standard të Prishtina. Po. Ka një tash unë mendoj nuk ju ka bëu vlerësimi i dur, se është një me mesëshore më të mirë, ndoshta për fizikun që ka pas për trimnin loj, nuk ke më rapimin që e bën. Domethënë ai është lojtar shumë i mirë, por besoj që kanë pas sukses atje. Po nuk është hera e parë që ndodh Prishtinës këtu, ka ndodhur me Albin Krasniqin. I ka ndodhur me Dritan Islamin. Ta janë ju ka skadu kontrata. Po nuk mundesh me qumërit e dy lojtarë më të mirë në 6 muajt e fundit. Më thonë menaxhim as pak i mirë, më është gabimi i klubeve momentin që në lojtar. Jo se edhe Gnabin e kanë lënë. Edhe Gnabin e kanë lënë në një mënyrë. Gnabi ka pas kontratë 400.000 euro tash. Po, domethënë që pas 6 muajve llopi e shtet atje. Tash nuk është kjo kur të menon zabëdhom sindrom veç te Prishtina, po thuaj se këto klubet e kanë, domethënë pas një frikë e nisin sezonin e ri kur e din që lojtarët kryesor i kanë vitin e fundit. Po, edhe 11 muaj ose edhe 10 muaj s'ka don kontrata. Po. Qysh po fillon ashtu. Po. Domethënë momentin që ti i bën lojtarit presion 12 muaj më herët ose në shkruaj ose nuk luani. Asnjë lojtar nuk rrezikon. Me najt një vjet pa luajtur. A momentin që i thunë shkurt ose në mars, apo në shkruan ha nuk luan, se cili pret, 2 muaj. Po, dhe. Që nuk është kjo sindrom me thonë, veç të Prishtina, po është të krejt klubet. E kina po edhe Dritën në vitin e kaluar me 2 shtyllat kryesore të mesfushës. Po që Bisha edhe Broja, po ata
Renovun. për fat mirë dritës rinovun, Po. edhe pse Patën ka ofertë. pas oferta, po çado po do me thonë, është një problem që ju ndodh këta klubeve dhe po vazhdojnë të e përsërit. Pe përmend Prishtinën, një lojtar që nuk vlerësohet edhe shkon domethënë në Superligë Kroacisë, që e shohim sa nalto Superliga Kroatë. Po, Edhe çfarë klubi o Lokomotiva e Zagrebit, po. ku i kena po shumë Shumë lojtarë shqiptarë të Kosovës që kanë Kosovës dhe Shqipënisë që kanë lënë gjurmë, Po, kanë po alamet karriere. Po. E ky shkon atje, tani Prishtina është minus edhe 400.000 euro, se nëse ish majt Gnapi, që ka Po. pas në dorë, Dorë, po. që ata golla sigurisht, na edhe ma shumë kish bo golla të shkon Prishtinë, Po. se ka pas ma shumë cilësi ekipa, edhe kish mujt edhe ma shumë me fitu prej ti. Normal. Që kjo, Se dhe me folë thonë, shumë të FIFA, Golden, që kjo të Prishtina, dhe me thonë, tani mu, edhe ai boje më pëlqen për do sene, për do sene së më pëlqen hiç muaj. Ai ta bën penallin në aksion pa asnjë rrezikshmëri që është, dhe me thonë, dikush do të mi fulat i mi kallzu kur do të me ndërhyje, kur s'do të, do veten, dhe me thonë, çdo lojë një golf ekipi i tij të sigurt. Prishtina u duhet me investu në qendërmbrojtje, ai ka ditë që pikën më do të. qefi jo ashtë për pas ka isat me shpata. Po. Sa Maqedonit. po të këshirën, po se po më të lua ata, do me thonë. Unë mendoj që Limoni është lojtar i sigurt. Mbrojtësi djathtë të më pëlqejnë, mbrojtësi majt kallëzuat se do të me lu. Qender, boje do të mu. Me lujta më mja kallëzu të sene. Po, dikush do të më mësu ato. Dikush do të më mësu që mja qit një qëzimin në lojt atë, në qit lojt që ke bun, këtë lojt. Që të ki bo penala. Po penala t'i bën. Se kështu është i shpejt, shihet që ka cilësi, dëshirë me lu e krejt, po. Edhe është i ri, Ata mi të Lyonit, ama mos me pas po, është i ri, po i bën do gabime, do me thonë që të kanë erë thu, asë në ligë, po nuk ishe ato. Do me thonë, që kjo po besoj e problemi tani edhe të loja, unë mendoj që Prishtina do të më friksu me lujt me dritën kry për kry, s'ki nevoj me më shejt dritës ti. Edhe nëse herë Nas duhet me fiksu as një ekip Ja. Prishtina ka dukshëm më mirë në pjesë të parë. Ja, ma se vago. Gollës, ja. I pat roset e veta Prishtina edhe ma pret ke shprimën. dritën, po nuk i la asnjë hapësinë, drita ke pa rrezikshme ke. Dhe të penaltia. Drejtë penalltia ke. Drita e arriti që ato që dashte edhe unal. Për jashtë të penalltin tani edhe të kuqin Prishtina e dominoi dritën. Pjesë Penal që me Pjesë var. parë, po edhe në pjesë dytë nuk është drita, mënoj Pas- këtë menaxhu pas gollës të Po se varë spatnim, edhe se Ai velis. zhvo penal që me var. Po jo, më çfarë penalli ai. Se unë besoj që edhe kish përjashtu me të kush. Dashuri e ke. Ai e ke penalli. Se ka po e që ne Gjyqtari turk në dashuri me dritën. Ai- Skorën si kush ke, po ai s'ka bos as po mirë. Yes, ka nashi me var. E, besni krasniqin e duhet me përjashtu për lojës, unë mendoj që duhet me përjashtu për atë gjestin që e bunit e me sushore, pat kartunin e verdh, e murë dhe mas se murë kartunin e verdh, shkreje preke për qafe e kapi, Po. edhe kapi para syve ti, po besoj që ai duhet me marrë të kushin Nuk atë. dashti me prit finale. E prishin një minutë ma vone edhe atë kohë këti tjetër rënon, do me thonë, qyre sa në aspekt kohor po të shkurt, ndryshon këtë situata e lojës, do me thonë. Do të mja bëhen një tek gjyqtari turk. E, I kanë ato hallet e veta, Kush? ato që i kanë Qëre? fillit. Kur del edhe ai tash në listat e reja, ja, gjyqtari që trukoi Superkupën. Ha, me gjire. Ashtu. Me kartona ka Ja, i pas 7 lojnë Superligën e Turqisë i pas. 205. 3 herë Fenerbahçe në kish referu Ja, refer perspektive, dhe shova. shikin. Edhe stem. Shova, ja, refer. E që se sa jem të Do të thonë una me që atë bje referë, kena të referat tërës që ja u kalëzë një sen interesant. Are se te knashe shumë që do Do- rritë mos si kuptojë. Në Evropë, kur kanë gjyku loj, këtë që konë fush, këta të valit i kanë një mu për kartona. Dhe më thonë, se këta i kanë këshu në televizor. Edhe kë i kam shu pipit edhe u shku ka dal. Ka i dhejte lejtare dhe po, këta ja kanë bo, Dhe verë. Sari ka. kërë koni verë. Ja. Me të kollit, e kanë kallëzu, a është për kartën, a nuk është për kartën, edhe e kanë zbulu. Njënë be gjyqtarëve, mas mirë vile që konë, ma perspektiv,
e kanë gjetë me ekipin e tij të e boqë që të sende. Kur u kon kartoni verë, këta i kanë kallëzu pe i varet, kishte me jep kartonin, edhe i kanë marrë ata i kanë. Edhe UEFA i kanë analizu bisedat mes tyneve dhe e kanë vrejë që Kollëtmen. po, e kanë vrejë që kur e ka bu me sheja i ka jep kartonat. Ata janë të munu me pastru futbolin është një skandal i madh atje për baste për kështu. Po, na foka tash ju jesin referat më të mirë, ata që i kanë bu Ametaj që u rre. Po, ajo është unë mendoj që referi më i mirë në Turqi është ai. Besoj edhe i ka bu hajrë. Po çaj, u më të Që rretja i presidenti. Po i kuna ke janë Karagujë më ndoket. Po, ekipa e kryeqytetit. Po, dëshesë, të verrat. E të natë të referat, u kune debat interesant, që u zgjedh Alban Sholja më i mirë dhe Mur. Bimza e pyti në ceremoni, a je sigurt si dihet? A më i shkoni sigurt në që më Sigurt e kesh ditë që fiton. I kishin kallëzu më herët. Referi mirë. Albani referi mirë edhe unë mendoj që është referi mirë, edhe Qoka që reagoi unë mendoj që është shumë referi mirë. Unë mendoj që ai s'do të me lënë futbollin, do të me vazhdu me punu edhe po besoj që ka më shpërbly herë ta Më shpërbly se edhe Dardani është një player me refera më të mirë. Po, edhe i ri perspektiv e kena po domethënë edhe lojtë mëdha me një qetësi. Edhe na skandinave. Nuk ka faj. Ka herë nuk ka faj. Kur e sheh Mervanin me stream. Fajtohen. Mervani i ka jep 2 kartona të verdhë dhe se ka qit jashtë. Në ligës konferencë. Në Evropë. Nuk e ka pas dikon vartë. Po të kesh pas. Këtu me gjysë kartonit çet. Atje me 2. A është ky standard në një pyetje që se jem të dal pak për temës, a është standardi që referat e Kosovës jashtë referojnë me standard tjetër për Kosovës, edhe me gjuhë, edhe me sjellje, edhe me Duhet më përshtat, këto bëhen tash dorën zemër, kam respekt për secilin profesion, kushdo që ushtron, po nuk duhesh mu vu kapadai në fush veç pse e ki fushin me ndëshku me karton të verdh ose të kush. Sjelljet e referave te na lën shumë për të dëshiruar. Unë kusho pomje që jashet gjyqtari dorën një lejtarët ja spjegon arsye në fund ja jep karton të verdh. S'ki pomje më të mira. Këtu ta jep karton të verdh dhe të vërtit. Ai e normal, ka dalë më vëlla, e bën ndërhyrjen e gabuar, jep ja kartonën ditën e mirë, s'ki nevojë me mu bë kabadai atë. Edhe po është e vërtet që me standarde se atje zguzojnë, atje i këshyr. Atje referojnë. Ai UEFA si ti këshyr na termi. Televizje. Po, na termi me njëherë. Kthejmë. Dhe na frizat s'po funksionojnë fort. Hajde ja funksionojnë, po jo gatë. E kthejnë me njëherë. Temperatura e... As i ngrin, bile. I lënë gjysë qiri. Frigorifer. Frigorifer i lënë temperaturë konstante. Hajde ka një parashikim. Për? Kush del kampion? 3 tjera që shkojnë në Evropë, 2 që vinë për ligë. Shkon ben. Mos u përzi Romak, mos u ndërprej, se s'po na dalin videot, se po ndërprejnë gjithë. Në videot në minutë s'po na dalin. Thash, gara ka me qenë mes 3 tyne skuadrave, Ballkanit, Prishtinës edhe Dritës, po mënët me hi edhe Gjilani. Në thonë si 4 të ngarë për titull. Këto 4 sigurt kanë me shku në Evropë. Më thonë, njona si fitu se titullit, njona si fitu se kupës edhe 2 vene tjera. Po do më thonë, 4 shepor ka me qenë që kjo pa dyshim. E kush ka mu bu kampion, jam mes Ballkanit dhe Prishtinës, po me shumë mundësi titulli ka mu këthym Prishtinë. Ka mu këthym Prishtinë për faktin se Afrim të Orlani e ka një moment ku do të betregu edhe i herë vetën pas disa aventurave jo të mira që ka bosën klubet e Superligës, edhe gjitha kushtet po besoj që janë plotësu. Prishtina e kemi pa që ka qenë financiarisht shumë mirë, mos tha mas miri, po
Domethënë ka qenë klubi që s'ka bos asnjëherë vonesa në gjysmë sezonën e parë. 4-5 prurje të reja për mja kompletu ekipën, edhe po besoj që për një nuancë Prishtinën e shoh pak më të favorizuar se Ballkani. Për titull kampion e për Evropë 4-shja Kush bjen? e kush bjen është pyetje pak më e vështirë se kush Kush del kampiona? Po besoj që po. Po, ma e mashtirë, se e myt. E myt, kjo me myt. Ajo me gëzu, kjo me myt. Ti the se Prishtina që aty në ja u lash bile pak e myt, jenë në Evropë, ja. Po, krejtë. Këto direkt. Këtu krejt kanë një medalje e kanë. Se s'bjen Prishtina e re, që ti the u përforcu shumë me lejtarët Mariborit e Dinamo Kievit e Metallistit atë kohët ka. Plus Te livdojmë edhe na Prishtinën e re. disa herë kampion. Po. Në Trepç, në Ushtrin, Veronike, në Ballkan, po. Jo, vaj që pat prezentu të Feroniklin, ku menu që 50 kam e nejtë. Nëse s'me rroga, s'rën as po. 5 muj. Po besoj që prap me rrezikumja ka me qenë me Ropi Lige, Sigurisht është. Prishtina e re, edhe bashk me Ferizajin. Dorë për dore, linjën e parë, më shumë keqare dhe them se 2 klube të organizume, 2 klube me futbollistë shumë cilësor, po Drenicën pse nuk e shoh të ra direkt, po të luftu për mbijetesë dhe barazh me Llapin, është se prurja e trajnerit Brdarić, po besoj që ka qenë shumë pozitive, një trajner shumë punëtor, një emër i madh i futbollit, Po, kena bo dhe të vladë, po. të vllaznia, plus asaj edhe gjitha transferimet, përforcimet e ekipit kanë qenë Dëshirë ti. kërkesa ti, edhe e kemi po që kanë ardhur i ka pru disa lojtarë që ka punu me ta të Po. vllaznia, edhe që kanë tregu shumë cilësi, edhe gjatë kohës sa kanë luajtur në Superligën e Shqipërisë, po edhe prurja për shkak E kanë bo një Uzit ka lu mirë edhe në Kosovë me Gjilanin, një lojtar shumë cilësor. Ka luajt disa ndeshje mirë. Disa po është lojtar. Kjo që ju ka bo vakia të këti në Nuzin me Kjo që- lashin, si alë shrejke lashin Po. dhe pare. Ata këtu tonë nuk i lypin heq. Këtu Jo, këta. klubet tona heq nuk i lypin, ata për 3-14.000 euro të merë që... Luajti shumë mirë edhe në Vllazni, edhe në Tiranë, avde po kohëve të fundit s'ka luajt veç të Dinamo ka lu pak. Te Dinamo pak, po Dinamo e ka bërë ekipën e fort. Kështu që parashikimi jam O, është pak kri. a shumë që kjo. 3 minuta e gjysë këtë video me vrej. Hajde, Romak Kurime drita kampion, ketë ka një për zgjedhën s'filojna më rëzit. Kampionin fuqi, gjithmonë o favoriti numër 1 për me fitu titullin. Për ma shumë kur është edhe që ato e naltë. Po. Edhe diferenca nuk është shumë e madhe. Unë e shoh në dritën kampion prap, normal, jo let, jo më kry ma herët si që kry vitin e kalum, ndaj që deri në fund ka me pas garë, jap dritës një përparësi se në rrethin e 4, gjithmonë nëse në rrethin e 3 performon mirë, në rrethin e 4 është skuadër që e pret në Gilan, Prishtinën, Ballkanin, Llapin, Gjilanin, Ferizajin, ku janë terrene shumë vështira me lujt si musafir, nëse performon mirë në rrethin e 3, në rrethin e 4 këto ekipe i pret. Prap dritën për shoh kampion, me shumë vështirësi, po fundi veç kampioni kujtohet, ato par vështirësit harrohen. Në Evropë, Gjilanin e shoh si skuadër që ka me dalë në Evropë, edhe Ballkanin sigurisht. Vend 4 të shoh Prishtinën, po nëse nuk përmisohet. Që Gjilanin e shema mirë si Prishtinën, jetë full lokalski qëtash. Jo, si më të lokalski. Lokalski jetë full. Apo në pas mendim. Po mirë veç lokalski jetë full. Tash na shpresoj që kina më kur. Okej, gjallë jena. Edhe i kum thonë edhe një lojtarit Prishtinës që ju më taku frek, tash e shoh Gjilanin për mi juve. Tash unë që ashtu e shoh futbollin. Nëse Gjilani është për mi Prishtinën, është edhe për mi dritën, që unë që të përta thëmë prej edhe që të video. Okej, hajde. Unë po të regoj, dhe me dhonë qysh e shoh në futbollin. Okej. Prishtina së më ka përqy. Që ku ka pëlqy Gjilani? Gjilani ku ka pëlqy? Gjilani do me dhonë lojt e fundit, lojt e fundit. Drita, në cilën loj ka brind. Drita gjithmonë që shoh. Po Të hep një gol t'i merë 3 Po tash ja japin edhe tjerat një gol.
Po, Kështu që është shumë ma problem, është shumë ma problem. Nëse ta përkundër. Vazhdo, se ndërprejtëm. Unë mendoj që Gjilani del për mi Prishtinën në fund. Okej. A e kryen e treta, a e dyta, a e para nuk e di. Okej. Del për mi Prishtinën. Prishtinën e shoh në vend katërt. Edhe këto dyja, Prishtinën dhe Gjilanin, i shoh edhe si favorita më të mëdhaj për Kupën e Kosovës. Po, vendi katërt, nëse nuk e fiton Prishtina Kupën, monët vend katërt mund të ndodhë edhe një befasi që Maliqeva ose Dugaxhini tash. Ahmet Prishtina Gjilani e katërta unë s'jam parashikues, a vete drita e Ballkonit. dritën do shoh si kampion. Tash vendi 2, 3, 4 varet, ama tash personalisht e shoh Gjilanin për mi Prishtinën. Edhe e përmenon që ma herë që pjesën që 6 ekipet e para kanë me luftu për Europë, 4 të fundit. Tash po guxoj me dhona edhe një parashikim të rrezikshëm, do të thonë që nuk e sheh kërkosh në shi, lapin me ropi ligës. Ka lojtar të mirë, është klub i organizuar, po ka bo shumë largime të mëdha prej ekipës. U largu Gnapi, një top shënus i tyre që i ka siguru shumë golla, përveç gollave edhe gjatë lojës u konë shumë i rëndësishëm për lapin, ka luftu shumë. Mos të harrojmë ju ka largu edhe një mbrojtës me shumë përvojë si Muhamet Hyseni, pa marrë parasysh ka lujtë ose s'ka lujtë, i ka sjell përvojë. Lapin në qendrën mbrojtjes i ka 2 lojtarë shumë të ri, domethënë si Luan Leshi dhe Ajvazi, që në pranverë duhet shumë përvoja. Dhe friksohem që ata djemë nuk e kam përvojën, edhe pse nuk e diskutoj që janë talenta të vaj. Aliun e ka Landrit Roma. Aliu po luan me sfuq tash. Nëse s'ka dy mirë i kthan ata se edhe Aliu me lut nuk është që ka Aliu përvojë për në Super League. Janë 6 muajt e parë që janë tu në Super League. Po, shumë cilësi. Shumë cilësi për më sfuqor. Ja, dhe jo se Lapi me trajnë. Dorën zemër, Tahiri është strategi i madh. Unë është tirë mja kuptu taktikën mos do të më këshyre që në letër që shmi qatë lejtar në fusë që shmi rështë unë personalisht Lopi ma shpesh kalu me 3 se po me 3 po a shumë këshyr 3 mbrapa 8 për para nuk i dihet qysh është po që vje loja Lapin e shoh shumë të rrezikuar edhe nashta që u ardh koha me ra edhe mu reformu edhe një herë. Se nëse vitin e kalum ka pshu që kem po krejt, si vjet, nëse met në 2 qerët e fundit, në qatë derezhe me thonë, që shllët populli e ka jashtëzakonisht shumë vështirë me pështu. Edhe Drenica, Ferizaj dhe Prishtina e Re. Kush kam ju bashku Lapit. Tash këtë varet kush ka lojtar me ma shumë përvojë në Superligën. Të këto ekipet që janë për mbijetesë shumë bazonat e përvoja e lojtarëve që janë. Drenica ka 2 lojtarë interesant, ashtu edhe Lapi, po gara kam kënë, domethënë s'po di cilla me thonë, i bashkohet Lapit. Edhe pse kam kënë. Jo. Ja, me kështu ka përvoja Prishtina e Re. Jo, Prishtina e Re. E ka morarë për prekoze. Prishtina e Re është favoriti numër 1, nëse e shohmi tabelën tash, me 15 pikë, është e fundit, favoriti numër 1. Plus 2 pikë i ka pi shtëpisë, nuk i ka fitu. Po 3 pikë i ka pi shtëpisë për gabimi Drenicës. Po, Drenicës, po. Vesh e dajmë. Po, Lapin e shoh domethënë që ekip që ka me ropi ligës, edhe besoj që Lapit bashkohet e Drenica. Një parashikim të rrezikshëm. Okej. Kjo s'del në Dugaxhin veç në YouTube shohin njerëzit. Shqyr. E pse? Çka me dal tani ti? Që të ka bën me dal kur. Lapi me robi ligë kur. Çka bën me dal? Nëse are ka dash va. Çka bën me dal ti? Unë mendoj që ballkoni del kampion. Okej. Ballkoni është ekipa që shqyr zoti që 8 kanë jo, po shqyr. Shqyr zoti që si jemi njëjtë. Ballkoni është të kujtu 5 gjerët e fundit, Ballkoni është ekipa që luan mas mirë të futboll. E ka futbollin e qartë, domethënë, sidomos në atë me Prishtinën e sheh që ai bën Prishtinës në kandidatit direkt për titull e dominon 90 minuta. Prishtina e jep gol, Ballkoni kthehet, i bën krejt edhe fiton.
6-1 Prishtinën e re, që shton pe ligë 2-3 e mund dritën në Gilan me një lojë tensionume. Lojtë e fundit jam të i përmen, edhe shkën të Dugazhini e merr një pikë në furë Dugazhinit. Është si 3 gati. Ballkonin e shoh edhe favorit e shoh, ma favorit se Kampiona, po thonë, se jemi të vol. Po kampion, ma favorit se krejt. Edhe po besoj që se drita nuk e ka mbrojtur asnjëherë titullin, zisoj dhe në shtoj fiton, po vitin e dytë nuk e fiton. Është ekip që nuk më në mbron gati kot bile, si vjetë të lush shumë mirë, se kur bëhet kampion sezon e dytë e bën tani në vitin tjetër e bën shumë keq. Si vjetë është të lush shumë më mirë edhe Evropa edhe lejtor kohë edhe trenerin e mirë. Po besoj që kanë me konë këto trija në luftë për titull. Gjilanin më shumë e shoh që ka me luftu për Evropë me kopçat vendin e fundit e Evropës, be shumë më të avantazhuar se Dugazhini edhe se Malisheva, po jo se Prishtina e drita e Ballkonit. Pe ligës Llapi as që e diskutoj, domethënë shanca s'ka me rapi ligës Llapi. Shpresoj se o klubi i mirë. 2 ekipet e fundit që janë këto, dyat. Jo, unë besoj që Ferizaj pështën, Drenica dhe Prishtina e re bin pe ligë. Domethënë ato që kanë hyrë. Po Ferizaj pështën, pajtona me ato fjalë të shkumbinit për Drenicën që ai tha, po nuk peshë Drenicën si njësi. Po, si shumë lëvizje, edhe treneri s'fundi, edhe Po na duhet me marr parasysh. Bazën e ka Drenica. Ka punu, po, edhe që një muj ka ra mirë, domethënë që ka punu një muj e gjysë gati 2. Po Drenicën e shumë atë rrezikuar se Ferizajin. Ferizaj, po besoj që kur t'i vyn, shysh është të vyt, kështu lojt. Lojt mrena është shumë e fortë. Mrena janë shumë të fortë, edhe luajnë mirë. Këta kanë gabu që i kanë lëshu lojtarët. Janar këta u duhet me rrit buxhetin pak me mojt lojtarët, kanë menuar që i mojnë me parët e njëjta, që jo i kanë shumë lojtarët mirë të ekipit që pa që në 3 gjeret e fundit veç luftun edhe për me shku në Evropë. Që ato e bënë gabimin, po besoj që Ferizaj pështën jetë këtë pozitën e 8 dhe barajit, Llapin se shëtë rrezikum, thash, pa të rrezikumet janë këto dyja. Në Evropë, edhe në pajtona që Gjilani është ma i favorizum se Malisheva dhe Dugazhini. Rejshim, sezona fillon shumë shpejt edhe i ofri në kupë. Po më vjen mirë që nuk e kemi asnjëri mendimin e njëjtë. Ma në fund që s'po pajtomi dhe shumë mirë, kjo. Dikush kena me atë fillu. Dikush va. Bojna. Asnjëri po ke Gjilani kampion. Qaj që fiton, humsat qesin Golden Eagle edhe... Bon, ide e mirë. Lavë dhe s'ku mja qitë rezervarin. Ja, lojna këti si deputet. Deret kryet. Me disja dhe me... One kjerën me rrymë. Problemi ki me rrymë. Po ja, tash rryma përshajtohet a vetë, 21%. Po shkojmë pak edhe për Champions League, mas ju kry faza e grupeve dhe qysh ju ka duk faza e grupeve edhe e ligës ta shvizojnë faza e ligës. Formati i ri është sani më i mirë që ka ndodhur futbollit në vjetë e fundit. Formati i ri i ligës kampionëve, po edhe i ligës të Evropës edhe ligës konferencë. Që ditë të resh me shkombini pajtomi. Krejt pajtona, do në pajtona këto. Që ditë të resh. Ama nëse je dashamir i futbollit edhe nuk të pëlqen formati i ri, domethënë veç tifozëtranit që mendojnë si Perezi. Me grupe ka qenë të merrsisht keq, besoj, pasi gjithmonë favoritat janë favorizu, kanë rënë gjithmonë 2 ekipe dobta në grupë, eventualisht edhe i treti, me 3 fituren ndeshjet e para i ke marrë 9 pikë edhe veç e ke sigur kalimin. Arsenali me 2 herë me Kajratin. Tash secili ekip i ka 8 ndeshje në fazën e ligës. 8 kundërshtar ndryshëm, kjo është e forta. Një ndeshje mrena, një jashtë, na e pom edhe s'po ku i ki minimalisht 4 derbi edhe 4 ndeshje. Nështë atleta. Kështu që i ka dhonë shumë jeshi edhe kemi po që është shumë i luftum, e pom sidomos ndeshja Benfica Real Madrid kallëzoj që
çdo minutë, çdo gol, çdo barazim është i vlefshëm, edhe nuk ka mo Edhe për mundin. kualifikim, po Po. edhe Domethënë e postove lajmin edhe sa kanë Po. fitu ekipe, domethënë çdo pozitë manal ki çdo marrë ma shumë fitore miliona. paguhet, çdo kalim i fazës paguhet, çdo kualifikim, kështu që i ka dhënë shumë mjeshi. A ka pas befasi, po besoj që ka pas befasi në fazën e ligës, sepse mendoj që klube si Real Madridi, Parisi që është fitus në fuqi edhe Interi, e kanë meritu me qenë në Shumë atë mjaft. që në parë. Tottenhamin edhe Sportingi. Tottenhamin, Sportingi janë ekipe, edhe pse janë me merit ato, po si kanë Sigur. fitu. Po dhe, po pse po thuaj kanë meritu Interin Parisi, se kanë meritu këta. Këta hece kanë meritu me Interçe, se si kanë fitu lojt. Ja, Sportingi, gati janë Gati janë gon, po edhe shumë gati. Po më qenë gjeron e fundit. Qysh lëvezën të renditjet, e vërtet. E vërtet. E po ta fjallën është reale renditja. Për që ata ma shumë, se normalisht që se cili vend... Jo, me emna, që ashtu i shkon që shpëthuni jo, unë pajtona, po që kjo foza e ligës, lojt e fundit, mrena jashtë, dhe me dhone ka bo që Kjo to është e bukura e e kësaj. bukura. Që metë Reali, metë Parisi, Ish minuta 94 taj portiere me nej ke që vesh me fitu, e ko Po. fitu për njerë ushtrije vë nej ke lojën, e qiti kamera Rui Costa, dy ja bu kështu, se Rui Costa ta është president, nisja se këta i kishin pikë të njëjta me Marsejen, golaverozhen -3 kishin -3, dyjat, po Marseja kishin nuk gola ma shumë, dhe me thonë, regulli i tretë është kushënën jepin për pasi fozës Mourinho sënë. nuk e kish dit. A nuk e kish dit? As Moreno se ka ditë. Mas i ka bërë zëvendësimet e fundit. Tha dhe zëvendësimet, tha, si kisha bo, tha që ato që i bo në fund. Te kisha dit që... Po, Se ka që ditë ndryn edhe rezultatin një gol. Marseille. A, se ka dit Ata atje. ju kun bërtit pa ndim sa pse s'u keni S'kallzu. kallëzu më herët. Me bo tjera zëvendësime. Po, s'kodzojnë i fol. Edhe bëhet një falë se fushën e kemë qëto. Qëto dikon edhe shijet Që të iksi. Te X ja von nesë dhe te, po Reali dul pe Reali meriton situatën, Reali meriton situatën që e ka. Me Allënzën që kanë bu, Reali meriton çështo, çdo lojë me pas çështo e meriton. Një trener që në shkuj kanë ble 15 milion euro pe Leverkusenit e kanë ikë pe një klubi që bëjke shumë futboll të mirë, e ngriti Leverkusenin e bëni rival të Bayernit, Po. e fitoi titullin finalet Ligës të Evropës. Edhe vitin e dytë e rivalizoi. Një trener me futboll shumë të mirë, mi dal në krah lojtarëve. Klubi gjithmonë do të mi dal në krah trenerit, nëse beson. Po. Në to, Nëse keni projekt. Edhe na e pon ta shpërjashto ndeshjen e Superkupës, kanë ngor për të gjitha. po dhe Superkup ke shumë mirë. Tetëshën e parë ke në Champions League, në garë ke për titull, do me thonë në luftë që ato ke. Morata dje tri pikë. Kartonat e kush që shet që disiplina ato mungën. Domethënë shet çfarë kartonat kush morë. Ajo gjujtje lirë e Benfikës se kena pas 8 lojtarë të Benfikës në zonë 4 të Realit. Këtu kon Brahim Diazi u kon tunajti vetëm në murin e gjallë. Viniciusi pa lojtarë sëlm, po. Sëlm të prit Po. topin, mos kundër sëlm. Po. Ata janë lojtarë jashtëzakonisht mirë, po janë shumë vetjak që e shohin golat e tyre para suksesit që ajo veç edhe ajo goditje ke, ajo topi s'kish pas shans edhe nëse jo Ish duhet më kthy gjithçysh. E jo më kish kryer e feri. i shkryja Veç edhe që ajo ke. Arsenali, Bayerni, Liverpooli, Tottenhami, tash jo po duam ja kallëzum vitin e kaluar çka ka ndodhur. Se vitin e kaluar ka fituar një ekip që u kon Venin 24. 24 dhe ka siguru Gjerën e fundit. gjën e fundit edhe Benfica. si Benfica, Liverpooli po mos gabosh e ka pas fazën e grupeve shumë të mirë. Katëri Jo, Manardo ka kon Parisi, veç në Liverpooli, gjë fundit e ka- Interi, Barcelona edhe Arsenali. Arsenali janë kon. Katër parat. 3 janë shkuar në gjysmëfinale. Po. 4 parat, 3 janë shkuar në gjysmëfinale, veç Parisi u zaventu me Bayern. jo, Barcelona. me Liverpoolin. Paris e ka eliminu Liverpoolin, dhe herë eliminon Aston Villën, tani eliminon Liverpoolin. Ju hini në Angli. Po, ndërhen edhe ekipet e Enriquez e morën pe shkurtit morsit e morën formën anej, si vjet pe shoh pak ma kes në ashta. Pat pi keq Parisi vjet. Moment që fitoj kur ku thonë e kanë fitu. Ata nuk i kishin sigurt kualifikimin nga pjetër, se dhe
nuk e keshin sigurt kualifikimin dhe ke Parisi kampion, po le valla se vëzha unë si da familje futboll gjithmonë tash- i mund Stuttgarti. E tash po them që prap mundet një ekip që është e play-offit, mundet me bëni befasit madhe dhe me shku te top 4. Interi. Interin është shumë shtirë. Inter dhe Parisi janë pe kësaj pjesës sport. Një ekip që janë të e po në rritje, një ekip që janë të e po në rritje në loj, për këty nësë janë play-off, e jo nuk e shene, është në rritje. Rritjo. Lojën është e lu shumë a mirë, shumë a mirë. Spalleti lun futboll jashtëzakonisht, po nuk ka fitu sa i futboll. Arsenali është favoriti kryesor. Liverpooli është im shefti, po më duket që të vetë. Se në Premier League, dëp, shkën që atje me Bournemouth up 3-2, këtë thënë këta e në dëp që rëhopë në Angli e mojnë venën e 4, tretin, Kënej po dhova. Jo, në po besoj që në Evropë po besoj që ka me bo diçka se qëto ekipe janë të rrezikshme. Dy favoritat e parë për mendimin tim janë Arsenali dhe Bayern. Po, dy anët e parë. Edhe si skuadër tretë që i jap gjasa për me fitu Championsin është Barcelona. Jo, ketë me nënë një ide. Këta jam të... E dhe se ngrëvë gëne. Kina vol bosh, edhe ta Chelsea. Unë e menoj që... Si kampion i botës në fuqi, ka më konë skuadër shumë e rrezikshme në Champions. Po, e shfarë. Ky nuk ka vlerë. Chelsea interesant është. Chelsea, do me thonë Chelsea, Sporting edhe Tottenhami, mirë që janë shku këtu, me kënë dë që ju bjen, edhe pse Chelsea ka pak fatë në këtë ras, se nalë që shi bjen me lu, veni të rejtë për i fundit, 1, 2, 3, 4... Ej, qëre se dominimi futbollit anglez është i frekshëm. Jo, Juventusit i bjen me Liverpoolin nëse Tottenhamin. Nëse kalën Gallatë nëse Bryzhin. Ja, unë e kum dres, den që rekvinali e kum dres. Ja, nëherë na vjen Bryzhit, tani Tottenhamin, në që rekvinali, Liverpoolin na do të me shmong, gjithësisht. Ama fuqia futbollit anglez e shen top 5, dhe me thonë. Po, po. Në top 8, 5 anglez. Nuk është, unë besoj që Tottenhami në vazhdim nuk është kundërshtor as për Interin, as për Parisin, as për Juventusin, as për Real Madridin. Ama pikti kam ledhë. Plus asoj Newcastle është shumë ma i furtë se Tottenhami. Edhe në me të qëto pajtona me ty? Se në Angli Tottenhami janë skandalës. Po edhe Liverpooli në Angli është skandalës. Po prap janë që ato e nalt. është nalt, po e sheti lojt me shumë kthesa, hupi gjithë kojt. A pe kupton? Që Tottenhami në Angli për me Bournemouthin bëhet derbi atë. Bournemouth Liverpool 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, a veten Liverpooli me Bournemouthin edhe. Interi është ekipa më e mirë italiane. Kjo është me Interin, nas jem heq me Interin, po ne e pranojna për dallim për Interistave që edhe kur janë në vendin e 8 me Nagatomin edhe Gjonatonin thoi na jem ekipa më e fortë në Itali. Edhe mbrosin ma të pinë historit. Edhe nëse Italia ka me pas një ekip minimum gjysmë finali, është dosh me kon Interi. Use që dosh me kon Interi. Nëse që poshtë Romave që e krym punën, e fiton si vjetë. Romës me këni bjen. Si janë ta? Jo, Ligë të Evropës. Ligë të Evropës është Roma, Ligë të Evropës. Napoli. As Napoli nuk dhe. Ke thonë që nuk shkan. Nuk shkan se Conte o tu të regu trajner frikacak edhe po dan me nejt në garë veç me një anë. Roma Conte është histori kjo, në me thonë as me Juventusin, as me Chelsea, as ku ka lujt kjo ku trener u eliminu dhe në fazët grupeve. Me emna alamet emna, në me thonë Juventus Chelsea, nuk e bon kjo qëllim shumë, kjo nuk din me menagju 2 gara. Kjo nuk din, kampionat është perfekt për maraton 38 loj, është kur e ka fitu me Chelsea në Angli me 4 lejtar. Se si as Pilikujet e kalu i djatë dhe aja lënë se kalu i majt, në qatë sezon, Fabregasi u kun lejtari maj mirë, ku është ta kun sëllë,
Tjerë si mon men kur kush të e kanë fitu ligën, domethënë. Hazardin se mon men. Hazardi ka thonë, se Hazardi. Hillin e Kurto. Ke Hilli dopt. Qysh më do. Jo, valla, ke Hilla i mbrojtës anglez. Po vetë ka një titullar. Vetëm Moses në është ahon pak ma. Dhe fasi Mosesi 3-5-2. Jo, Lavdi ka mos ekipin shumë të fortë. Kry, Razilja. Kush e fiton Championsin përveç Interit? Përveç Interit, do me thonë venin e dytë kush e fiton. Jo, po besoj që dy favorit kryesor janë dy vendet e para. Do me thonë shumë mujnë mos mu pajtu i Arsenali pe janarit fillon, na po e shumë një Arsenal shumë cinik, letja shojnë lojën kush do, jo me harkime, jo me goditje standarde, jo. Ka nevojë për trofeja ata. E ka zgjedh si të rrugë, e ka zgjedh si ndeshje. Domethënë Arsenali është ekstremisht vështirë me mujt. Kështu që Arsenali edhe Bayerni janë dy favorit, edhe po besoj që njëna për këtyre dy skuadra në fund e çon trofeun alt Ligës Kampionëve. Unë s'po du me zgat hiç për favorit, veç po them që si vjet u arkua Barcelona me fitu, se kanë kalu shumë vjet, 10 sezonin 11. Sezonin 11, domethënë prej 2015 kur ka po me Ulrike Enrique, edhe Barcelona ka me bosh mos me fitu çet gar, tash sa ja delësh çet mohabet, po janë tu hi hala ma mirë në lojë. Çdo ndeshje ma shumë janë të dhuru ma shumë spektakël, edhe që ata lojtarët e ri janë të pjek hala ma shumë. Kështu që Barçën e shoh si fitus këtij sezoni, po e përmend edhe më herët. Nëse Bayern ose Arsenali e fiton, nuk çudit nëse janë për mendimin tim janë ekipet më të mira në Evropë për momentin. Bayernit si besojnë kur se fiton Bayerni hiç. Që ajo është, përsa ata ka me fitu Bayerni si vjet. Se kur si beson kërkush Bayerni e fiton. Domethënë me Vicent Kompani që ka rapidin kur nuk i shkojnë ka 10 vjet Bayerni. Domethënë ta fiton 2012-13 kur e ka fituar, 2020 tash apo ta fiton, domethënë ç'është. Bayerni se fiton Bayerni hiç. është gjigant i futbollit. Unë mendoj që një ekip angleze fiton këtë vit. Chelsea. Arsenali është të favoriti jam. Jo, në fillim të sezonit, çka kam thonë? Arsenali bëhet kampion. Edhe në Angli, edhe po besoj më vaj mi fitu më në vitit Arsenali atë që ndodh. A i bjen mu ndesh Arsenal Liverpool në ikon rrugës. Po. Për jo be kanë qësën finale? Dikon kanë mundesh, ku qyshte? Jo, para finales. Se kjo është i treti. Do të me shiku se shumë ndeshje. Se kësha para shiku dhe finale në ne. Liverpool Arsenal është finalja. Liverpool Arsenal, nëse nuk ju bjen gjësën finale, Liverpool po besoj që është ekip interesant. Edhe mundet me fitu në ashtë dhe krejt. Liverpool është ekip i fort, kuptohet. Patën çto problemet edhe shkoku i Salahit, jo formës, jo me problemet me trajnerin, po na shumë për jashtë një qendërmbrojtës i vjen si partneri Van Dijkut. Liverpooli është ndoshta ekipa më e kompletuar në botë. E vërtet. Tash e kanë shoh Virtsin, e kanë shoh atë tjetrin po Virtsi veç u in lojë. Jo, deri në finale nuk Liverpooli dhe Arsenali. Liverpool Arsenal. E shumë Virtsin ndeshjet e fundit ose bën gol ose asist, e këti keni super sulmus. I soki mos të përmenum nëse kthehet dikur edhe ai mundet me kon një armë shtesë. Szoboszlai me Kallister një ekip shumë i kompletuar, me dhënë Arsenal, po pra favoriti shok ta dy. Kështu që me favorit Juventusin e çeni den çerek finale. Çanë den çerek finale se po vim. Nëse nuk i mund Gallata. Ku Gallata na ka eliminuar grupe me kënd. Sa do them, nëse nuk ju mund Gallata, mundi me shku. Në faluje që bjen burrë zi ça bëhet. Si u bjen nes Gallata, ata tjerë të bin. Brugge. E tani edhe ma keq se ata. Është legjenda djali është legjenda si nderit një eliminim. E draj farës. Kështu që shpresojmë ja për Juventusin. Mira, por problemi është tash Spalletti. Është ai molli. Humanisti. Dhe që Juventusin që në finale. Po Spalletti nuk ka futboll fitues. E kam bën Rom. Spalletti është kampion i Italis me Napolin. E Roma nuk ka futboll fitues, jo trajnerat. Jo. Sa të ka pas trajnera si Mourinho që kush ku ka fitu. E ka fitu Conference League, po Serie A se ka fitu. Trofeja e Ligës të Evropës ja ka fitu finalen. Në Rom kanë defilu trajnera shumë të mirë.
Po, Presioni është shumë i madh. po, presioni, është e vërtet. Da, ekipet e qytetit modës. E vërtet presioni i madh. Ma shumë se në këtë ekipet italiane ka presion. Po, nuk u kon ashta foj Spalletit atë. Për Spalletin ja vepi analizën mas në qershor. Sakt. Se një ventos Zë sonë kum po çto çau të bëj Spalletti. Një Spalletti. Futboll knash futboll. Po jo fitus, jo me fitu trofe. Mund të me fitu Coppa Italia se i ka fitu edhe me neva atë. Ka fitu skudeton edhe monat me fitu apet se ka filozofi. Plus e ka një të mirë që kë nuk e ka problem edhe yllen matë madh skuadrës mu kop me to me qitë në tribun. po, Kështu që e ka një farë karakteri sa ta se dojnë në Romë se të tutin e ka në frez. Po krejt edhe një inter jo kap me Icardin, i ka dë kështu po sja nuk jam Yıldız lidh me për Romën E e një Inter u sudol kampion Inter, jo. Inshallah Yıldızit i ka për tash edhe. Ja, Yıldizi po thot jashtë toksor. Okej. Nëse ka Ka Serie A skapsuar. një lejtari jashtë toksor, pajtu me besoj këto krejt që Yıldizi është lejtari. Lejtari më i mirë në Serie A për moment. Edhe është metall me të jashtëzakonshme. Do se vesh në Tubi zadjes. diçka i banaj. Lojtari i ri më i mirë, se më i miri është kuptohet. Kush? El Toro Martinez. Hale me nuj që ajo është Po lejtar. lojtari më i mirë Pa, është ja. kampion bote. A shmall mbyllin ti falenderojnë atë çfarë sponsora. Unë pi El falenderoj si ju kumbo. Faleminderit shumë. Just tek naci. Për ftesën vesh në fund. El Toro. Toro Martinez është larg, jo larg, po një 2-3 vende është dallimi. Tani po besoj që vjen Yıldizi edhe kështu me radhë. Masi Modrici i ka bu të vjetë duke shtina në ato matematika, kështu që ka që ishe për Toro Martinez lejtari më i mirë në Serie A. Hajde. Matias Sule Leja. është von Messi. Në koft kë. Ja, me dy sole se sa ato kurse këqyra ta. Cili lojtar është më i vlefshëm në Serie A? Qyre, se këta vitin e kaluar kanë pos bastonin, para 2 vjetë kanë pos Barillën, këta 3 veç shkojnë të ndërru. Këta 3 janë me kont bastoni. i kom kallëtun e këti, me kont mirë këta i blejnë Angli 100 milion vini kërsosin interet, qyshe ka shit me Lukaku, me Hakim, me ketë edhe këta i shet, se ka problem. Edhe portierin e kanë shit. Edhe në Hakimin Edhe portierën, Onanën, financiare, mo nuk ka probleme financiare. gjithë italianët kanë probleme financiare. Kur s'dojnë Në të centa. minuese. Italianët janë si Mos e zat ma shumë, mos e zat ma shumë se për që t'interin muna me full një vjetë. Po, është tem diskutimi, Interi është emër i madh. Si arriti Mos ta interit mbrojnë, mos hin top 8 që. Ne falenderojmë sponsorët tanë Golden Eagle dhe Xfis. Juve shikues të nderuar, gjithashtu ju falenderoj shumë dhe shihemi në javën e ardhshme. Mirupafshim.